dhe aty ndoshta do të merren masa dhe vendime për se si do t'i përgjigjë Rusia këtyre sulmeve. Ka të ngjarë dhe flitet që mund të jetë një sulm masiv në të gjithë Ukrainën për sa i përket energjetikës, furnizimit të gazit, ndërmarrjeve të ndryshme, ndoshta edhe atyre pikave dhe ministrive që kanë marrë vendime, për shembull ndërtesa e zbulimit sekret Ukrainës e tjerë e tjerë. Pra pritet një reagim nga njëra anë, domethënë ka ekspertë që thonë që Rusia nuk do t'i përgjigjet flak për një herësh, domethënë në këto hakmarrje, po që hakmarrja do të ketë. Kjo nuk ka dyshim, po kur do të ndodhë? Kjo është një pikë pyetje. E qartë. Misha, cila ose le themi ne paka shumë e kemi të qartë dhe atë që njihet si memorandumi Putin, se cilat janë kushtet që ka parashtruar Kremlini për sa i përket luftës. Por nëse do të flasim në këto janë dhe terma afat gjatë, por në terma afat shkurtër, cila është ajo pikë që mund ta stopojë deri diku Rusin për sa i përket luftimeve, ose që mund ta bëjë atë të pranojë armëpushimin? Cila është pika kryesore, pika e parë? Janë në fakt vetëm 2 pika që mund ta bëjnë Rusin të ndalojë luftën për 30 ditë. Dhe ata e kanë deklaruar në mënyrë të hapur në Kremlini zyrtar. Dhe këto 2 pika, biles edhe Nebenzia, përfaqësuesi i Rusisë në OKB, e ka deklaruar këtë gjë. Dhe këto gjë janë, domethënë, ndalimi i menjëhershëm i mobilizimit të qytetarëve ukrainas me forcë në rrugët e qyteteve të Ukrainës. Kjo është e para, dhe pika e dytë, ndalimi i furnizimeve me armë të Kievit gjatë armëpushimit. Pra, në këtë gjë Rusia synon që Kievi të mos përmirësojë kushtet e veta të pranishmërisë në luftë, domethënë me armë dhe me fuqi njerëzore. Kushtet të cilat deri tani janë refuzuar? Ka ngjasa që janë refuzuar. Dhe de facto, në memorandumin që flitet që në memorandumin e palës ukrainase, të gjitha kushtet, domethënë e palës ukrainase nuk kanë ndryshuar, pra nuk ka një tolerim apo një afrim të palëve, domethënë në bisedime. Kjo gjë edhe pritej në fakt, por nga ana tjetër, domethënë edhe pala ruse nuk është se ka bërë lëshime të mëdha dhe prandaj dhe ajo qëndron në pikët e saj. Të dyja palët tashti janë deri në këtë moment janë të bindura që lufta do të mbarojë me një fitore, nga cila anë do t'rregojë koha. Do t'i rikthem pak edhe sulmit që e përmende pak më herët, në fakt është cilësuar edhe nga media ndërkombëtare, referuar Ukrainës si një sulm i guximshëm, i cili përfshiu dërgimin e 10 dronëve në territorin rus. Është ndjerë diçka e tillë? Ky është jo vetëm një sulm i guximshëm, po ky është një katastrofë totale për domethënë aviacionin rus strategjik, pasi domethënë sulmet u ndërmorën. Sa dëmi është shkaktuar Rusisë, Misha? Këtu ndryshojnë domethënë statistikat. Pala ukrainase insiston që ka shkatruar ose dëmtuar 41 avion strategjik të Rusisë. Gjë që në fakt ka pak ngjasa të ketë ndodhur, sepse mund të ketë qenë 41 avion gjithsej, po jo strategjik. Rusia, domethënë në fakt, de facto, disponon gjithsej 80 avion strategjik luftarak. Këta janë avionët domethënë Tu-95 SM, që është një modifikim i avionit domethënë Tu-95, që janë avion domethënë që Rusia dhe Bashkimi Sovjetik biles i ka përdorur dhe më pas i ka modifikuar për të mbartur ngarkesë bërthamore. Këto avion gjithsej me gjithë modifikimet që kanë, pritej që ishin, domethënë deri para sulmit kanë qenë 60 copë. Ndërsa përveç kësaj ka pasur edhe Tu-160 që janë një model i ri
i strategjik dhe këto avion janë gjithsej rreth 20 aviona. Këto aviona nuk flitet që nga pala ruse nuk janë cënuar. Do me thënë